fakt që kaligrafin, tau kaligrafin e sillni edhe në vendin tonë dhe përhapni ato në mbar botën. Cila është fuqia e simboleve shëruese për mendjen dhe për shpirtin tonë? Dhe a ka ndonjë bazë shkencore që e mbështet dhe i vërteton këto simbole, se si mund të na shirojnë simbole të ndryshme, ndoshta dhe mund të ndihmojë Martini dhe me ndonjë demonstrim live, se si ndikon. So we are having 19 clinical studies that are showing that it works. Ne kemi mbi 19 studime shkencore që tregojnë që funksionon në mënyrë perfekte, domethënë në çdo lloj fushe të mirëqenies njerëzore. One very impressive was with depression. Një ka qenë shumë e bukur dhe e veçantë, studimi nga ana e personave që kanë pas depresion. Usually medication works for 25 to 30% in depression. Paka shumë thotë sidomos nga ana që ne kemi parë me ana me mjekësisë normale, me medikamente, funksionojnë paka shumë 20-30% të këto persona. And you go the way that you try one medication, maybe it works, maybe it not, then you try another, so you have a long way until it works. Ka shumë persona që kanë munduar të provojnë një herë, dy herë nga ana medikamenteve dhe disa për shumicën pothuajse për tyre nuk i ka funksionuar. Kanë provuar prap metoda të tjera dhe prap si ka funksionuar. And the study we did in Germany with a doctor was that 60% of the patients reduced depression immediately. Dhe ne kemi bërë një studim në Gjermani, por edhe nga anët e tjera, vendeve tjera, por ky studim specifik që ka qenë për këtë gjë ka treguar që 60% e këtyre personave komplet depresioni është ulur me të vërtetë menjëherë, shumë shpejt, mas praktikës. E kuptoj. Nëse me aq sa mundemi edhe në studio dhe të tregojmë edhe disa prej simboleve shëruese se si mund t'i përdorin njerëzit në shtëpinë e tyre. Keni dhe një libër në fakt që duket përkthyer. So this book is actually about depression and how to heal depression by yourself. Kush e ka shkruar këtë? Ky është libër që është shkruar nga Dr. Master Zhigang Sha, që tregon për sa i përket si ke mundësi veti ta shërosh depresionin, panikun, edhe atë nxehtësinë ku njerëzit bëhen çik edhe shumë shpejt me nerva, nuk janë të qetë, ato që kanë stres. Nuk është përkthyer në shqip ky libër, ë? Akoma. It's in English. Në kopertinë janë 6 simbole, në mos gaboj. Çfarë tregon secili simbol? There are symbols in it that you can use at home, so you just use the finger and to follow the pathway. Ti mundesh të përdorësh këto simbole pa dashur nëse nuk kemi mundësi ndoshta ti shkruar si shkruajmë neve, por ti i përdor vetëm duke vendosur gishtat, sikur duke pas një penel në dorë, dhe aty domethënë lidhesh me atë informacion të çdo simboli. And it's like the same calligraphy here that we are having behind us. Është e njëjta pak a shumë edhe kaligrafi mbrapa. Është treguar dhe mbrapa, po? And this calligraphy, you just start with your fingers to follow the line. Dhe ti mundohesh me 5 gishtat të ndjekësh kaligrafin si mas asaj komplet ashtu siç është linjës nga fillimi deri në fund pa ndërprer dorën. Kjo është ajo bukuria, sepse ti krijon unitet brenda teje. Pra, fillimi patjetër që është i vështirë dhe nuk arrim dot ta le themi imagjinojmë deri në fund, por kur arrihet në pikën që e gjithë kaligrafia shkruhet pa ndërprerje, aty kemi arritur të Aty kemi arritur të lëshojmë diçka nga vetvetja. Për disa persona lëshojnë shumë shpejt sepse janë shumë sensitiv, shumë sensibël. Disa persona kanë nevojë çik më gjatë, rrin 5 minuta, 10 minuta. Është duke e praktikuar ndërkohë Martini. Po, Martini praktikon gjithkohën, vetëm thjesht e mban atë simbol dhe lidhet, që të thotë dashuria më e madhe për vetveten tënde. Kjo është simboli i dashurisë për veten. Greatest. Më e larta, më e madhe, sepse kur ne kemi dashuri pa kushte, edhe marrim dashuri pa kushte. Dhe dashuria është ajo e parë, e them baza që njeriu e shëron edhe e transformon në të vërtetën e vet dhe nuk e kërkon jashtë. Po mund të më shpjegosh pak Martin, gjatë kohës që ti bën pikërisht këtë siluet ose këtë lëvizje kaligrafike, këtë simbol kaligrafik. Në mendje çfarë duhet të shkojë njeriu? Pra thjesht duhet të ndjekë atë linjë dhe të bëjë një shkëputje totale nga çdo mendim tjetër dhe si ka fuqi ky simbol të na shërojë. So of course one part is the mindfulness practice, that you focus here and you are in the present here and now and you want to follow the line, so you don't have any other thought, you're just focused here. Një gjë më mirë që të mos kesh mendime në atë moment, të fokusohesh në atë moment tek ajo, tek ai shkrim dhe çdo mendim pastaj fillon nga dalë vetë neutralizohet.
Po ta shohësh me vëmendje për të parë detajet e këtij shkrimi kaligrafik, disa momente është më e theksuar, disa momente është më e zbehtë. Ka ndonjë kuptim të veçantë? Edhe kjo është e veçantë, sepse kur është me efort, domethënë që është fillimi i jetës, ka diçka për shembull kur fillon kaligrafia aty ku ke lindur nga prindri, që dal nga nëna, ose aty është me forcë. Aja tjetra është më lehtë, është një lidhje i thënë me kosmosin, një lidhje me qiellin, me natyrën. Edhe kur ulesh poshtë, lidhesh edhe një herë me tokën mam. Çdo gjë ka një lidhje me kaligrafin, ka një simbol të veçantë. Gjithsesi, për të kaluar tek ajo energjia e mirë që merr ose mendimi që ti i jep pikërisht këtij shkrimi, ne jemi çfarë mendojmë. Po. Ne manifestojmë atë që duam dhe ajo na kthehet. Po. Sepse e pavetdijshmja nuk din ndryshimin. Nëse ti tallesh i thëmë njerëzve dhe merr një fjalë, me budallic, idiote, gomaric, i thëmë, ti e ndigjon një herë, 2 herë, 3 herë, dhe pavetdijshme nuk i din që ai informacion është i vërtetë apo është i vërtetë, e akumulon, e mbledh, e përmbledh në zemër, në tru, në qiliza, deri në ADN-n tonë, shkon, në ARN-n tonë. Çdo mendim negativ dhe regjistrohet, është si një safe në kompjuter, si memoria e kompjuterit. Dhe dikur e gjen në kompjuter, kudo që t'jetë fshehur. Mirë, po aq më shumë që akumulot, aq më shumë gigabajt ke për të pas në kompjuter që kanë për të zënë, me një informacion që është kot, që s'të duhet hiç. Dhe ai informacion mund të ndryshohet në momentin që ne i bëjmë gjurmojmë kaligrafit, ndrohet, dal nga dalë shndrohet në pozitivitet. Dhe nuk shkohet më idiote, gomarice, që ato që kesh marrë mendime jo të bukura, por merr atë fjalën pozitive. Ti je dashuri, ti je mirë, ti je një dritë, ti ke një zemër të bardhë. Për shembull, çfarë rekomandoni ju tani për publikun? Unë mund të them në mëngjes ose që vazhdimisht gjatë ditës, çfarë? Që unë jam e vërteta ime, që unë jam dashuri hyjnore. Çfarë do ti të besosh në atë moment? Dhe që kjo ditë do të më ndalë mbar, do të kem sukses. Duhet i fusim vetvetes diçka pozitive. Dhe mund të bësh në ajër, si bën Martini, për shembull në ajër dan, për shembull dan. Infinity sign also, for example. Ose mund të përdorni atë, i themun, tetën e shtrirë, që do të tregon infinitetin, që është pa fundësia, edhe ti në momentin që bën tetën, ti lidhesh. Ne mund të bëjmë këto në ajër, në gjithkohë, se s'do kemi gjithmonë me vete një furçë dhe një letër. Bravo, e bën komplet në ajër. Po. Mund të vizualizosh si i duke shkruar në ar, një ngjyrë ari të bukur, edhe është me bukur visualizim se si fuqia mendjes që duhet të përdorim. Kurse për sa i përket fjalëve, ti përdor fjalë të bukura. Afirmuese. Qose një person që ke frikë, nuk ke guxim. Unë jam i guximshëm, unë do të më dalin shumë mirë sot, çdo gjë do të shkojë mbar. Disa person që bëhen merak, besoj se çdo gjë do të ecë mirë. Por sa e rëndësishme është pikërisht kjo pjesë, ta afirmosh atë që ti do. Ne thithim atë që thonë që nga vetja. Kështu që imagjino të ndodhi e kundërta, sikur ne jemi overthinker dhe të sajojmë skenar në kokën tonë, mendjen tonë të frikrave të ndryshme çfarë të ndodhi gjatë ditës. Këtë kundërta. Mbërthejnë këto qeliza që ti the, se ishte shumë interesante memoria në qeliz. Pra, çfarë themi ne, ajo depozitohet aty apo jo. Përmbushet, deri them mbushet. Dhe kur s'ke më vend më në kompjuter, në celular, se është mbushur me marrina, e themune, dhe ne duhet me njëherë të fshim ato. Kuptohet, jo prej heri të gjitha, sepse thash edhe herë në fillim nuk është mirë, po duhet të detoksëm të fshim dal nga dal nëpërmjet praktikave. Të paktën filloni një herë në javë, ta bëni një gjysore, ose ato 5 minuta në mëngjes, që ti të japësh dashuri vetvetes. Unë kam pas nga detoksin një vajzë që më tha, që ka mbaruar, tha, ajo seminari, shikoj, tha vetëm pas qytë, më duke tha vetja bukur. S'më shduk, tha vetëm njëherë ka që bukur, tha sa këtir. E kam kuptuar që më të vërtit është mungese vetë dashuris, vetë respektit dhe vetë vërsimit. Momentin tha që unë e kam dasht vetën time, tani tha shkojnë punë, jam shumë më mirë dhe me kolegët. Marrëdhëniet thot janë përmirësuar, vetëm nëpërmjet detoksit seminari që ka kaluar. Asgjë më shumë. Pra, detoksit fizik, detoksit mendor, emocional dhe shpirtëror. E njëjta është gjë brenda. Tani është përdorur fjala detoks, le themi të pastrojmë trupin, detoksi trupit, por është më i rëndësishëm detoksi mendjes. Sepse duke pastruar mendjen ne do dimë edhe si të ushqehemi më pas. Mund të na tregosh simbolet të tjera, Martin? Dhe mund të na këshillosh ose të më mësosh një simbol që duhet ta përdor çdo ditë? So what we see here, this symbol, for example, this shows us our greatest potential. And it is like a human being standing tall and having the arms wide open. That's what it shows. Tregon një njeri që është me krah të hapur, me këmbë të hapura, dhe që ky person, domethënë, është më i madhërisht, më e larta, më i vlefshmja,
për vetveten e vet. And what you do is you open your arms wide, Ti hap duart, kjo është ajo shenja e parë, çon në kokë pastaj, energjinë pozitive dhe ul në këmbë deri poshtë. so it's always this opening part, it's opening the Hape. heart, Hape zemrën, connecting with the universe, lidhesh me universin sipër, pastaj lidhesh connecting with the poshtë, earth. me tokën, me energjinë edhe njerëzore, po të mirë, jo atë energjinë pozitive njerëzore. Pra, fuqia që ne kemi për ta shkruar këtë simbol në mënyrë të pandërprerë dhe në mënyrë të vazhdueshme, tregon se sa unik ne jemi. Po, lidh me atomitetin dhe atë veçantën brenda teje. Me universin, me tokën dhe ne në qendër. Sepse çdo qenie, them të drejtën, çdo njeri ka diçka specifike, ka potenciale shumë të bukura që nuk i ka tjetri. Dhe me të vërtetë që i ndryshon jeta. Por kuptohet, duhet ata fokusojnë dhe të lidhen një çik nga ana e zemrës dhe të thonë, "Okej, unë jam me të vërtetë më e madhërishmja, jam me të vërtetë njëri i mirë, kam mundësi të kem sukses." Ti vën atë vetvetes pozitiv. Sa herë që shkruajnë, ti thonë edhe ndonjë fjalë të bukur për vetveten. Për veten. Ndërkohë ju jeni të parët që i keni sjellë këto praktika, këto simbole, të cilat duken, si thuash, larg ndoshta gjithë kësaj zhurme në të cilën ne ndodhemi, të gjithë në një jetë të tillë frenetike, po që janë praktika me të vërtet efektive, që funksionojnë. Ndaj edhe ekzistojnë, le të themi, trajnerë të tillë, ndaj edhe e besimi pastaj tek këto praktika dhe të këto simbole është gjysma e punës, apo jo? Do vi ta provoj një herë një dhe ndoshta me anë të Martinit, siç është trajner dhe që këto seanca, trajnimi i zhvillon në gjithë botën. Pra këto janë fletë të tilla, të cilat ju ja u shpjegoni nxënësve, pjesëmarrësve në Kjo trajnim apo jo? avullon vetit dhe pastaj zhduket, që nuk ke nevojë pastaj ta mbash atë informacion në letër, sepse nganjëherë njerëzit edhe kur shkruajnë, bëjnë gabime në fillim. E shkruajnë si L, domethënë që aty ka një çik tema. Në shkrim ju tregon se si nga temat e trupit tonë, nëse një për shembull është më e gjatë se sa krahu tjetër, aty tregon që diçka nuk është në balans. Kuptova. Domethënë ju do të lexoni diçka për mua përmjet këtij simboli apo jo? Një interpretim. Ja të shohim. Yeah. Duhet ta ngjoj përsëri ndoshta, ja, kjo është. That was what is very nice is that you are very well grounded. Kjo tregon dhe je parë se je shumë e tokzuar, je lidhur mirë poshtë. Because you see it here, these are two legs Janë dy këmbët standing on Mother Earth. që And it's lidhen me really, tokën ma. really good, like both legs are grounded, you're connected with Mother Earth, gives you lots of energy. Çdo gjë që është e lidhur mirë me tokën mamë dhe ty që të bën mirë, merr energjinë e tokës mamë shumë mirë. Pra këto të dyja duhet të jenë në balans, me sa Në balans, po kuptova. janë shumë, e ke bërë shumë mirë, por si për ke diçka. Ta shohim mirë. Pjesa lartë. And there's a long, a desire, a wish to connect with heaven. Dhe ti ke një dëshirë shumë të fortë që të shkosh të lidhesh me universin, me qiellin, sepse është shumë më gjatë se sa kjo tjetra. Pas kam rrugë domethënë derisa të shkoj. But you have not found yet the way how to bring all these universal energies really into you. Por ti akoma nuk e you're ke looking for gjetë, je it. duke kërkuar, po akoma nuk e ke gjetë atë që ti atë energji universale ta lidhesh me vetveten më Because shumë. like in the halfway, in the middle, is our heart. Sepse në mes të asaj është zemra So jonë, we want to bring the light or the energy from the universe in our heart first. sepse ne duhet ta sjellim në zemër që është pak a shumë në mes të krahëve të tuaja. Zemra është këtu pak a shumë. Kur ke hapur krahët është mu në mes dhe ti ke shkuar një çik në qoshe. Kam shkuar majtas nëse shoh. Domethënë që energjia që ty të ka shkuar në tokë nuk të vjen në zemër, ty të ik nga krahu, por nuk shkon në zemër. Prandaj duhet të futesh një çik më nga mesi, që ajo energji universale, qiellore, të futet në zemër para. Atëherë tokzohesh. Tokzimin e bën mirë, po duhet ta futesh në Me zemër. këmbë në tokë, po shumë larg nga dëshira universale. Provoj edhe një herë, provoj And edhe një start herë. from Edhe you. një herë fillon nga fillimi dhe shikoja. Yes. Shumë më bukur, s'ka
Yeah, perfect. Fundi, kur bëhet, duhet i sam edhe me qetë. Dhe më të kur të marrësh vendime, dhe ti përfundosh mos të se të t'i kryet të heqi qafe. Duhet edhe aty me nga ndalësi, dhe më thënë me një kështu si në tai chi, që energjinë e lën dhe akumulon e fut brenda. Dhe këtu t'ik parja. Tregon që dhe paret ikun gjanat, financat. Na i nxorën të gjitha sheshi.